Fjalimi i deputetit serb Miloš Parandilović nga Partia Fytyra e Re e Serbisë tërhoqi vëmendje të veçantë dhe u bë viral. Ai gjatë seancës në Serbi ka përshkruar pasqyrën e realitetit aktual në Serbi, duke përmendur kështu dhe dy njerëzit më kontrovers që janë të lidhur me pushtetin serb, Milan Radojčić dhe Zvonko Veselinović. Ai tha se rezultatet e zgjedhjeve në Kosjerić dhe Zaječar më 8 qershor i dërgoi një mesazh të qartë SNS së Aleksandar Vučić. Nëse atë ditë do të kishte zgjedhje parlamentare në Serbi, jo organizata kriminale Aleksandar Vučić do ishte zhdukur nga skena politike, ka thënë ai. Përgjatë këtij fjalimi, ai përmendi dhe botën e krimit në të cilën përfshihen serb që kanë qenë të deleguar nga Serbia për të krijuar probleme në Kosovë. Zvonko Veselinović është i kot, Milan Radojčić është i kot. Sareja që po ndërton Siniša Mali janë të gjitha të kota për ju jeni në gjunjë, Serbia nuk ju do më, ju po shkoni në plerat e historisë, zoti ndihmov xhelatët përparimtarët e Serbisë, ka thënë deputeti. Parandilović tha se Vučić dhe partia e tij e ka sjellë Serbinë në një përmbysje të realitetit. Ne nuk ju di më me çfarë matrice jetojmë, ju po vini veten, ata po gjejnë materiale votimi në kontenier. Kjo është Serbia për të cilën po flisnin, dhe kjo është e gjitha për Azia. Ju jeni në gjunjë, Serbia nuk ju do më, kjo gjë është e qartë për juve. Ju sodhët herojnë pa emra këtu dhe i emëruat ministra që shërbejnë vetëm që t'ju thëras mali, t'ju thotë se sa para duhet për të nxjerrë nga ministria e tyre. Për këtë janë ministrat. Ata nuk e kanë ide se ku janë apo çfarë po bëjnë, apo pse janë ulur këtu. Ata nuk dinë asgjë. Shikoni fytyrat e tyre, qytetarëve të Serbisë. Ata nuk kanë lidhje me jetën. Ata nuk e dinë se janë ulur këtu, as se çfarë po bëjnë, as se çfarë bëjnë ministrat e tyre. Si të nxjerrin para për vëdhezrit Vučić, Siniša Mali dhe Ana Brnabić, dhe ata po buzëqeshin, ata po bëjnë shkëlqyeshëm, janë duke buzëqeshur. E hëngrë të ardhmen e Serbisë dhe tani çfarë po bëni? Tiko Pilvo dhe partnerët e koalicionit nga SPS-ja në Zaječar jeni ankuar edhe te progresistët, po ankojeni në media, nuk i keni paguar me ditjet për votim. E keni sjellë Serbinë në një përmbysje të realitetit. Nuk e di më në çfarë matrice po jetojmë, ju po vini dhe veten, ata po gjejnë materiale vontimi në kontenier. Kjo është Serbia për të cilin po flisni, dhe kjo është e gjitha për asgjë, ju jeni në gjunjë. Serbia nuk ju do më, dhe kjo është gjë e qartë për juve. Asfalti dhe rrugët, pazaret dhe rrugët dhe makinacionet janë të kota. E hëngrët Serbinë për të forcuar pozitat tuaja. Kush e di se sa buxheti i Serbisë keni nga xhepat tuaj? Ju e keni mbushur të gjitha atje. Çfarë ju duhet tjetër? Pse ju duhet kjo? Për të pastruar për të njohjes apo për ta shtyrë Serbinë në varr? Ky misioni juaj është politik. Ju flisni për lloj-lloj patriotizmi, ju dhat gjithçka për të gjithë. Ju i thatni njërave kineze për një gjë më të vogël. A e dini sa ka të paktën një qytet midis Borit dhe Zaječarit ku policia serbe nuk lejoi të hyjë? Ata nuk lejohen të ndalojnë një kinez, ata nuk lejohen të kërkojnë letër njoftimi. Është kjo një gjendje normale? Ka thënë ndër të tjerash në fjalimin e tij deputeti serb.